Edhe kur je ishëm tua, thot, sa bukur je veshur sot, sa I bukur je. Kjo është hipokrizi. Janë hipokrit, jo seri, janë hipokrit. Kam një rast konkret, në 10 prill tani afër, pata kontakte me një tuhuaj që sa ullë në tavolin më intimidoj duke thënë, unë kam fituar një tender 100 milion euro këtu në Shqipëri, unë do bëj këtë, do bëj atë. Gjeja e parë që s'më pëlqeu fare, po fare, dhe që aty vura minusin e parë. Se se fitova unë. Pastaj, jo, se kisha fare se se fitova. A I filloi po mburrej sigurisht në Vlora? Rinia jonë shkon për të gjetur një parcel lumturi atje jashtë, ndërsa këta e pas kanë parcelën këtu. Po pse mos e kenë? Pse mos e kenë? Pse? Të duket si plan ty ky? Më duket dhe si plan, sepse I mbirë mbaron për corporation law, për ligje korporatash, dhe I njeh shumë mirë ligjet e korporatave, mbaron ekselent dhe korrekti, tani se është, më vjen zor të bëj biseda personale dhe të mburim fëmijët, është, gjysha ime thoshte mos u mbur me fëmijë, me burr, me gru, se si dihet. Të bëjë përse se ajo, dorën më për belum. Dhe si përfundim ja e kaluam atë. Ideja ishte këtu, që ky zotëri I di çarjet ligjore, e di që sistemi ynë gjyqësor është shumë I vonuar, mund të zgjasin gjyqet 5-10 vjet, dhe ç'bën I merr guximin që të manipuloj. Fillon të parë me datën e kontratës, e shtyn, e ndryshon, fillon bën gabime matematikore. Ti thua që taksat shqiptare mbi pagesën bruto, mbi të ardhurën bruto, zbresin taksën 15%. Ai e bën në të kundërt, I nisa na sjelltas thotë. Jo, mbi neton shto 15%, për shembull, që do flasi për një qira mujore 2000 euro. Po, kjo është shqetësimi, sepse ata kanë ardhur për biznes, ata na shohin si biznes. Po sepse ne jemi vetmja pikë trafiku në gjithë Ballkanin, në gjithë Europën. Që ato luajnë me të vështirë sipas qetë. Që taksat I kanë më të ulta dhe që këtu nuk ka rregulla të strikte për të huajt. Ti e di si e ka fituar hidrocentralin e Kalivaçit zoti Beketi, që I ka vënë gjitha të gjobë shtetit shqiptar me auditin ndërkombëtar? Për një presje e ka fituar, sepse stafi I tij ligjor është aq I rafinuar, dhe ati nuk ka studiuar të drejtën që I takon atij, po studion ligjin shqiptar ku ka çarë dhe los me atë pikë. Ndërkohë që stafet tona juridike, për mu avokatura është të bëri një të Ti Val po thua që janë më të mençur edhe vinë këtu të vjelin atë. Janë më I leqarë. Nuk janë I leqarë, janë të mençur, nuk janë I leqarë. Ata funksionojnë me idenë smart, pra kur ti ëndrrën tënde e kthen në qëllim. Atëre po të kthehem unë, edhe ju që të dyve. Kur shkojmë në jashtë, na e përfill njeri si që bëjmë ne këta? Absolutisht, ne jemi shumë korrekt. Po, sepse ne nuk... Kur shkon jashtë këtë edhe njeri qurre të bu? Sepse, di pse, ja ta them unë, ta them unë sekret di pse. Ta them unë sekret di pse. Sepse ne fëmijët tanë dhe të rinë tanë nuk I rrisim me një vetë vlerësim për veten e tyre, për të njohur identitetin e tyre. Sa për atë e kanë identitetin ata se ishin dorë. Jo, unë e kam parë. Vetëm burën që janë shqiptar, për këtë të garantoj. Jo, po unë do ta them. Ne këtu nuk I mësojmë fëmijët tanë dhe adoleshentët dhe të rinë tanë që të kenë vetë vlerësim për veten e tyre dhe atë që kanë fituar, pra një hap të vogël që ata bëjnë në jetën e tyre, ta meritojnë edhe të kenë sukses dhe ne themi bravo, sepse ti ke pasur këtë sukses.